ato deklaratat më ndiqni, jam... vazhdo, shumë mirë, vazhdo. Faleminderit. Deklaratat e trajnerit 21 vjeçarëve më janë dukur idiotësi pafund, që nuk mbarojnë kurrë. Nuk është etike ai të flasë ashtu, sepse nuk mund ta linçosh atë djalë pse bëri një zgjedhje. Nuk ka mundësi pa ndërprej. Nuk ka mundësi pa ndërprej. Shiko, veç pak. Shiko mirë, një futbollist për mu rrit, për mu zhvillu me orë dhejt e unis të ne edhe me vënu shiritin e trokën e kapitenit, ka koste për futbollin e Kosovës. Edhe jo atje e menit gatshëm. Të lutem, apo kupton ti? Të lutem më lëmë baroj se jemi në pozita komode. Po ti nuk mundesh me qujt një trener të unis të nishave idiotesk, se aj për lefit edhe për... Aja atje del, atje punon atë dit me adjall e ju e merr një gatshëm. O zotri, ti dush me pas kujdes në fjallur që apo thua, di që të me thonë idiotesk. Nuk thash idiotesk. Jo thove. Deklarata idiote, jo idiotesk, janë dy nocionet kundërta. Të lutem më lërë të mbaroj. Të lutem më lërë të mbaroj, sepse si jemi në pozicione komode. Unë do jap një opinionin tim, nxitoj për transmetimin, ju lutem më mirë kuptoni. Po pse e lidh kur s'kiku? Jo, e kam ftuar Leridan, e kam ftuar, më atë pjesë, mos hin atë pjesë. Vazhdo Gerti. Të lutem. I dashur në një moment tjetër kur t'jemi në Kosovë, bëjmë bisedën si duash, edhe kapemi edhe nga flokët në studio, po duash gjithmonë brenda etikës. Ajo që dua të them është kjo. E nxore nga konteksti, thash kam dëgjuar deklarata idiote, nuk thash është idiot. Janë dy gjëra të kundërta. Kam dëgjuar disa deklarata të cilat nuk i shkojnë për shtat një trajneri, ai ka bërë zgjedhjen e vet. E keni linçuar të djalë sot, po bëhet 40 dhjetor sikur ky është kriminali më i madh për thjesht dhe vetëm se ka bërë një zgjedhje për të luajtur për Shqipërinë. Ai nuk ka bërë zgjedhje të luajtur as për Beogradin, as për Athinën, as për Hong Kongun, as për Pekinin, as për Iranin. Ka ardhur të luajë për Shqipërinë. Po që ka lënë Kosovën, Gerti. Zotri, një sekundë, është zgjedhja e tij. Nuk i intereson tifozit kosovar se ku shkon në momentin që e lën Kosovën. Është zgjedhja e tij dhe nuk do ju pyesi as ju, as mua dhe as kënd, do bëj zgjedhjen e vet se është profesionist. Po, ne jemi këtu për me komentu zgjedhjen e tij.